Xhumallushi shpërthen ndaj Eglit, dole jashtë dhe pe degradimin që i kishe bërë vetes, hyre për të larë Rachelin me kamomilë. Eglitako dhe Gjesi patën në spektaklin e së martës një ballafaqim me njëri tjetrin. Ata kanë sqaruar situatat e tyre, raportin dhe për gjithë ato që ka ndodhur më përpara. Gjesi theksoi se ja ka bërë të qartë që nuk ka ndjenja për të, e se nuk i ka premtuar ndonjëherë më shumë. Derisa po fliste për marrëdhëniet e tyre, banorja në një moment përfshiu ish konkurrentin Xhumallushin, i cili shprehu një pëlqim për të. Xhumi më pas reagoi në rrjetet sociale me anë të një postimi të shpërndar në Instastory. Ai shfaqet i ashpër me Eglin duke i thënë se hyri brenda për të rregulluar imazhin pasi pa situatat nga jashtë. Tjetri ta ka thonë sy, 1000 herë, nuk kam ndjenja e të tjera. Ta ka prerë 1100 herë, me që the që s'mban përgjegjësi që ma preve mua, kështu që bëu reale, kokur manjake, se arrite dot me balojën dhe s'të funksionoi. Dole jashtë, pe çfarë lloj degradimi i kishe bërë vetes dhe hyre prapë për të larë Rachelin me kamomil, u shpreh ai. Tutje tha, nuk të jepja më pikë rëndësie, as të përmendja emrin, por me që më përmende emrin tim, tung dhe ruaj ndjekësit se po shkon grop.